Shikues të respektuar, ju përshëndesim nga Kërçova dhe kësaj radhe do të bëjmë fjalë për arsimin dhe masat represive që janë ushtruar nga pushteti komunist ndaj arsimit shqip në përgjithësi, por edhe ndaj kuadrove shqiptare që kanë qenë pjesë e atyre masave ndëshkuese që i merrte pushteti komunist. Një kuadër i cili sapo kishte përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës dhe u kthye në vendlindje ku edhe u punësua dhe përjetoi gjithë ato tmerre të masave të rrethta të pushtetit të asaj kohe. Këtu së bashku me mua është Samir Alipi, një arsimtar i cili kaloi edhe vështirësitë e pushtetit komunist asaj kohe. Zoti Samir, ju përshëndesim dhe mirë se keni ardhur në emisionin Ritmi i ditës. Është kënaqësi të jem prezent në emisionin tuaj. Sapo kishit përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës dhe u kthye për të punësuar në vendlindje në një periudhë të vështirë kohore ku ushtroheshin masat të dhunshme ndaj arsimit shqip në Maqedoni. Jo vetëm punësimi në arsim, por unë kam vepruar edhe si misionar në edukimin e brezave të ri, në luftën për emancipimin e femrës shqiptare sidomos, dhe qysh në shkollë të mesme, kam shkruar tregimin e parë në gazetën Flaka e Vllazërimit, një tregim të shkurtër, jam i ftohtë në nën, kundër martesave të hershme që bëheshin atëherë. Pastaj vijova studimet në Prishtinë, atje fillova të studioj sidomos në bibliotekë dhe të rekem edhe studimeve shkencore. Dhe si student më kujtohet në revistën Fjala që dilte një herë në muaj, kam shkruar për vallet tradicionale të rrethimit së Kërçovës. Keni patur bashkëpunim edhe me Anton Qetën në atë kohë? Në atë kohë, edhe me Anton Qetën, edhe me shkrimtarë të tjerë të kohës që jetonin në Prishtinë, unë si i ri bashkëpunoja dhe në zyrën e Anton Qetës, në kuadër të bashkëpunimit, botohej revista Gjurmime Albanologjike. Kjo ishte kjo në kuadër të Institutit Albanologjik? Të Institutit Albanologjik e kryesonte Anton Qeta. Aty kam botuar vajtimet popullore të trevës Zajazit, këngë të vjetra, edhe materialet të tjera folklorike nga treva e Kërçovës, të cilët kryesisht i kërkonte vetë Anton Qeta. Një moment më kujtohet, i dhurova një palë qarap të Kërçovës, pjesë nga veshja tradicionale e Kërçovës. Atëherë ai i vari në mur dhe i runte si kujtim në zyrën e tij. Aty ishte edhe Anton Berisha dhe për një kohë kam bashkëpunuar aty, edhe më lindi pastaj pasioni më shtua që të merrem edhe me krimtari, do të flasim më vonë për krimtari vjetrare, në fushën e folklorit. Të kthehemi te punësimi juaj i parë. Ku punësuat fillimisht si arsimtar? Unë konkurova në shkollën e Zajazit, nuk më pranuan dhe u punësova në shkollën e Minduraku të fshatit Bukoviç në Shkup. Më vonë? Aty punova 2 vite, kisha
banesë edhe vendim pune. Kushtet I kisha shumë të mira për kohën, edhe si I ri, mirë po, një shoqëri ilegale, në atë kohë më thanë që ka mundësi të hapim shkollën Në mësim në gjuhën shqipe. në mësim në gjuhën shqipe në fshatin Zhitoqe. Një grup në formë ilegale atëherë, shkuam e vëzhguam terenin, bëm kontakte me arsimtarët të cilët punonin deri në klasën e 4, cikli ullët, mirë po ata në thanë se nuk kanë mundësi të hapin klasën e 5 në gjuhën shqipe. Kështu që ju angazhuat të bashku me të tjerët, apo? Po, për shkak të kuadrit edhe pengesat të tjera, mbase edhe nuk dini ta kërkuajnë si që duhet në formë legale. Unë dhe Seadin Ramadani kontaktuam me drejtorin e shkollës, ai në fillim nguroi se kishte aty arsimtar tjerë të komunitetit Maqedon, Bosnjak. Pastaj u veçuam veçmas edhe na premtoi se do të bëj kërkesë në Ministrinë e Arsimit Dega e Krushevës dhe ashtu siç tha e mbajti fjalën. Kur erdhi shtatori e hapëm klasën e 5 në gjuhën shqipe, pastaj ka vazhduar e 6-a, e 7-a, Si u mirë prit kjo tek banorët e ndorë? siç e dini ju, tashti është gjimnazi. Po. Të them të drejtën, aty ishte një fshat I humbur, pa rrugë, pa ujë, Ishte izoluar. ishte një vend I izolu, I largu, mirë po, sikur u dham për krahje ne, puna e parë që dham një koncert me nxënësit, me recitime, me disa këngë, gjë që ata e pritën me entuziazëm. Ishte era e parë, u çuditën bile dhe pjesa tjetër e banorëve që e panë, dhe filloi fshati të përparuaj. Ishte ky një mision I shenjtë në zhvillimin arsimor. Për shkak se unë rrezikova ta loj punën në Shkup, Në kushtet mira, apo? në kushtet mira, po gjindeshim, masanej lindi ideja për ndërtimin e shkollës këtu në fshatin Greshnic. Unë u shkëputa nga atje, po është interesant se edhe vep drejtori që ishte në Maqedon, edhe 2 arsimtarë Maqedon kanë ardhur në shtëpi që të kthehem unë atje. Shkun arsimtarë tjerë, vazhdoj puna, edhe unë I rekëm një aktiviteti tjetër për ndërtimin e shkollës në fshatin Greshnic. Ishin bërë edhe disa përpjekje të tjera më Përpjekje ishin herët. bërë para një dekade, kishin dështuar, kështu që me shok si Sabit Ramadani, Mishut Sadiku dhe disa të tjerë, unë u zgjodha kryetar I bashkisë lokale në fshatin Greshnic, në mënyrë që në formë legale t'i bëjmë kërkesat, dhe njëkohësisht u punësova edhe në shkollën Regj Rushit Zajasi në Zajas. Përfundoi me sukses ndërtimi I shkollës? Ndërtimi I shkollës zgjati mbi 3 vite, kishim kundërshtar. Për shkak se elementi Maqedon futi përçarje, banorët e fshatit Baçisht Leshnic kërkonin që shkolla të bëhet afër tyre. Banorët e fshatit Kolibar, Lapidol, Trapçidol, edhe ata kërkonin, ndërsa në formë gjeografike ne ishim në mes. Kështu që arritëm me, si të them, me një propagandë, me një politikë tonën, se ishim në atë kohë pak më të ngritur se sa
kolegët tonë që na kundërshtonin. Dhe caktuam një komision, doli e mati dhe prap erdhi qendra në fshatin Gleshni. Në cilin vit u konkretizua ky projekt? Nisi 78-ën dhe përfundoi në 81-shin. Në kohën kur ndodhen edhe demonstratat të 81-shit në Kosovë. Unë dhe shok të tjerë ishim të kyçur në një veprimtari aktive, si që ishte në të vetën bëm vizitën e parë, një grup kërçovar, vizitën e parë në shtetin Ambë, në Shqipëri, dihet me viza nga ambasada e Shqipërisë në Beograd, po me gjitha të, situata politike ishte e ashpër, askush nuk mendonte se mund të hyjë në Shqipëri në atë kohë. Ne u futëm me një fshehtësi gati 6 muaj, askush nuk e dinte se kush do të udhtojë. Do të udhtojë. U takuam në Struk, aty morëm një furgon deri në Qaftan, aty njoftëm mirë, hymë në Shqipëri 2 javë. Na kanë një pritje jashtëzakonisht e ngrohtë, miqësore, sikur të ishim njerëz të veçantë. Pas kthimit nga Shqipëria, organet e sigurimit na kishin ndjekur, mirë po nuk morën asgjë masa, derisa ndodhen ngjarjet e 81-shit në Kosovë. 81-shin, ku ju keni qenë njërin ndër themeluesit e shoqërisë kulturale artistike Xixa, se duket e themeluar më 1979, apo? Aktiviteti ka nisë në 79-ën, regjistrimi u bë pastaj dhe pasi u bë regjistrimi edhe u bë që regjistrimi. Por fillimet nisën qysh në vitet 70-ta, kur ne si student ishim në Prishtinë, edhe funksiononte shoqëria kulturale artistike Gjarexha Dega e Prishtinës. Aktivitet zgjeruar edhe mjaft të rëndësishëm kontribut ka dhënë Sali Ramadan. Në bashkëpunim me Sali Ramadanin, ne pastaj e kemi bart aktivitetin këtu në fshatin Greshnic. Në një formë ilegale lindi edhe emri Xixa, se njerëzit çuditeshin nga Gjarexha doli Xixa dhe në bashkëpunim formuluam edhe këngën Xixa Xixa rreth e dielli, që u bë shumë e njohur atëherë në gjithë Maqedoninë. Akoma mbahet në transmetimin në televizionin shtetëror një programi jashtëzakonisht bukur të shoqërisë kulturale artistike Xixa. Më kujtohet nga televizioni në TV erdhi zoti Sabaudin Xhuta si përfaqësues i kulturës, e ndoqi programin, pastaj u vendos që të jepet në televizion. Xixa kishte jehon të madhe, edhe ndër fshatrat tjera të Kërçovës, në Tuhin, Cërëvic, Zajas, Kërçov, kështu që organet e sigurimit shtetëror ja kishin frikën për shkak se kjo përhape. Aq tepër në ndiqnin sa që kishin frikë se mos po ndodh ndonjë revolucion nga Xixa. Në atë kohë pati jehon të madhe dhe jepten mesazh për rinin pikërisht anëtarët e shoqërisë kulturale artistike Xixa. Më intereson, a ishin shkas për diferencime të mëvonshme të kuadrove shqiptare që ishin marrë me aktivitetet të ndryshme?
ndërtimi i shkollës këtu në Greshnicë, themelimi i shoqërisë kulturartistike, Xixa e kështu me radhë. Edhe udhtimi në Shqipëri. Personalisht për mu, ne, derisa ishim të paregjistruar nga organet kompetente të Kërçovës, unë mbaja vullën e bashkisë lokale. Dhe në emër të vullës bashkisë lokale, ne kemi shfaq programe në Shtëpinë e Kulturës në Kërçovë, në Shtëpinë e... Do të thënë akoma pa u regjistruar. Pa u regjistruar, të Armatës, në Gosivar, kemi dhënë në Tetov, kemi dhënë në Struk, kemi dhënë koncerte. Xixa ishte një frymëzim, ishte një frymë. Edhe një frymë, jo do si do, po një frymë adhetare. Kundërshtar kishte, po ne ishim gati më të fortë se kundërshtarët. Edhe këmbgulës në atë proces. Pastaj edhe diçka, ishte niveli artistik i lartë. Vetë personalisht kam bërë skenarin e çdo programi. Cila pikë do të jetë në fillim, cila në mes, në fund, rënditja, po kjo ka efekt. Për shembull, vallet më të mira i linin në fund, pikat më të dobta në mes, në fillim diçka më të fortë. Edhe prezantimi i spikerit ishte diçka e veçantë. Refik Ramadanin sa duket. Kujtohet Refik Ramadanin, kishte Xhabiri, Shasime, Xhabiri, dilte me peshje kombëtare. Pastaj këngët ishin të zgjedhura, kryesisht patriotike, se personalisht mua më kanë marrë në pyetje përse nuk këndoni për Titon, përse për Jugosllavinë, ku di çfarë, dhe unë jam mbrojt duke thënë se po ne e ndryshuam programin. Pse këngëm nga Shqipëria, po ata jo këngë shqipe nuk kanë rrezik. Për shembull për Barem Currin edhe për tjerë heroj, Mitsokolin, unë thosha se janë figura historike dhe nuk u vjen dëm shtetit. Pikërisht për këto aktivitete ju diferencuan nga puna? Jo vetëm unë, po edhe shumë të tjerë, sidomos të kryesisë së Xixës, u erdhi momenti organeve të sigurimit, kur nisi diferencimi në Kosovë, nisi edhe në Maqedoni. Po, në Maqedoni para ka nisi në fshatin Greshnicë. Urdhërat sigurisht, se unë jam marrë edhe me shkrime, vinin nga Beogradi. Greshnica cilësohej si çerdhe e nacionalizmit në atë kohë. Eksaktë, e kanë deklaru ata vetë, edhe këndërtimi i shkollës, kur u bë, ata të Ministrisë së Arsimit deklaronin se ne jemi pishmon, jemi penduar pse shkollën e ndërtuam në Greshnicë. Dërsa ne arritëm aq fort që organet kompetente të komunës që ishin përgjegjës, si kryetari i komunës e të lidhjes komuniste, socialiste, çfarishëm, një pjesë të tyre i përvecum për vete dhe ata i futëm në grindje, në fund ne si shumicë dhe pjesa elementi më i mirë, më i çëndosh Maqedon, edhe e fituam ndërtimin e shkollës, se vetë nuk mund të ndërtonin, kushtonte shumë në atë kohë. Se kishim edhe kundërshtar që thoshin ta bëjmë një barak, thjesht. Pikërisht në atë shkollë ku ju e ndërtuat, u mbajt ndjedhje e jashtëzakonshme ku bëhet dhe diferencimi juaj. Edhe i të tjerë. Ajo ka qenë një mbledhje gjatë e ashpër, e zgjartë me ngritje zëri. Ne gati u kacafytëm me ata të organet komunale që i kishte dërgu. Po, e këtë që ishte se ne edhe në mes kishim element që në vend nga përkrajin neve u pajtohen me ata që deshën të na diferencojnë. Unë kam vetë personalisht kam bajt një ditar, proces verbal, një 3-4 faqe e kam me dorë të shkrujt, po për hir të situatave shoqërore nuk e kam shpallë.
Nuk e keni publikuar. Nuk e kam publikuar, edhe në libër e kam thënë aty se kam ruajtur balancat shoqërore. Se më vonë gjitha këto përshtypje i kam publikuar edhe në libër, duke i dhënë një formë artistike, qoftë me tregime, edhe sido që t'jetë të gjitha dokumentet, qoftë të shkollës, ose të xixës, i posedoj edhe sot e kësaj dite unë i kam. Një kohë të gjatë betët pa punë, të më thënë pasi u diferencuat ideopolitikisht, u përjashtuat nga puna, dhe sërish u punësuat, u kryet në punë pas viteve të tranzicionit politik. Në që kohë ndodhe kjo, kur u kryet në procesin arsimor? Pa tjetër unë të them se mas diferencimit edhe të njëshit, përsëri vazhdun për ndjekjet. 4 vite më kanë ndjekur organet e sigurimit dhe kanë formuar një dosje personale, të cilën të ashtje kam edhe unë. Dhe më kanë ndjekur qoftë në Kërçovë, ku kam shku në Gostivar, shku deri në Prishtinë, po shkruajnë aty se si kanë humbë gjurmët, se ne në atë kohë kontaktonim edhe me Sali Ramadani, i cili edhe ai ishte i përndjekur. Ishte i përndjekur. Edhe pasaportat në i morën, po është interesant se nuk jemi për ullë, sa herë në kanë fkat në biseda informative, i kanë marrë gjurmët e durve, të gështivet. Unë në atë kohë, ndoshta në Greshnic isha i vetmi që kisha maqinë shkrimi, edhe merresha me shkrime, edhe dyshonin për hedhjen të parollave, për propagandë, e kështu me rast, mos e rrezikojmë shtetin. Si e pritet ripunësimin tuaj, kthimin në procesin edukativ arsimor? Me thënë të drejtën, në bisedat të ndryshme ne në mes, mendonim se demokracia mund vi mas 20 viteve. Mirë po erdhi ma heret. Kështu që edhe ne e pritëm një frym të re, me entuziazëm, me vështirësi, po u kyçëm përsëri në procesin edukativ arsimor, për shkak se vendet e punës i kishin zënë. U angazhuam pastaj në partitë politike, që ishte Partia për Prosperitet. Unë aty për një kohë kam qenë kryetar i Këshillit për Informim. Kishim një arkiv aktiv politik për gjitha degët, e kështu me radhë më kujtohet njëherë nisa të shkruaj në flakën e vllazërimit, ku ndër të tjera shënova se Maqedonia është sferë e ndikimit amerikan, e interesit amerikan. Në procesin arsimor mbetët deri në ditët e pensionimit, apo? Jo, nuk e përfundova. Gazeta u botu, mirë po pastaj redaktori Fezi Bojku e kishte pa, edhe më thirrën përse kam shkruajt këtë fjali, nuk duhet ta tregojmë ne se ndoshta kishin tjera mendime. Cenzurë dhe autocenzurë. Edhe po shpesh herë më kanë cenzuruar, qoftë si emër, qoftë për shkak të pikpamjeve të ndryshme. Dhe aktiviteteve që i keni të marrë. Aktiviteteve, po çdo gjë ishte vullnetare. Unë kisha pasion, dhe pasioni do shpërthente, do shkonte përpara. Ashtu si që edhe shpërtheu, dhe të thënë pas pensionimit tuaj nga procesi arsimor, ju keni botuar 2 vepra për të cilat do të flasin veç, por desha të fillojmë nga krimtaria juaj që në moshën studentore. Krimtaria vinte si frymëzim, sidomos nga pasioni për letërsi.
shkruar një tregim. Kam botuar edhe novelë, për shkak se unë lexoja shumë. Atë shumë sa që lexoja në bibliotekë, po edhe libra të ndaluar. Pasaj kohë që ishin. Ecnin dorë në dorë këta libra, ishte një... Në mënyrë ilegale i zonë. Por ilegale. Të fillojmë atëherë të shkelojmë për mbajtjen e librit Një zë për te Xixës. Një libër i cili u mirëprit nga opinioni i gjerë nga lexuesit shqiptar. Me qenë se isha marrë një kohë të gjatë me shkrime dhe kishin mbetur të botuara në për libra të ndryshme, lindi ideja që t'i përmbledh edhe aktivitetet veprimtarin për shkak se po nuk shkruhet diçka harrohet, edhe në një farë mënyre të loj gjurmë. Qoftë nga jeta, po një gjurmë që lidhet me gjithë shoqërinë, se të gjitha temat janë me interes shoqëror, jo personal. Pikërisht edhe fillimi i këtij libri, domethënë fillon me përshkrimin për në Shqipëri, pastaj ndërtimin e shkollës, angazhimin tuaj në shkollën e Shkupit, të Zhitoshit, shoqëria kulturore artistike e Xixa e kështu me radhë. Po të shofish Një zë për te Xixës nuk është e rastit që e kam titulluar kështu. Se desha të tregoj se në libër nuk do të përfshihet vetëm Xixa, po kudo që kam shkuar edhe kam shpërndar zërin tim për çështje madhore në formë vullnetare, se ne nuk kemi pas asnjëherë ndonjë interes personal kur kemi vepruar, po në kam bajt fryma adhetare, fryma për t'i ndihmuar popullit. Aq me aq sa mundemi. Pjesa e parë kryesisht në pjesën e parë të librit përshkruar këto aktivitete, qofshin kulturore, arsimore, kështu me radhë, ndërkaq në pjesën e dytë të librit kemi krijimtarinë letrare, apo? Në krijimtarinë letrare, për shembull, kam shkruar tregime për Kalozhdan, për Sultanën e Qafës. Deri në vitin 1991, askush nuk guxonte ta qel gojën dhe ta përmend Sultanën e Qafës. Pushteti merrte masa me një. Unë kam shkruar tregimin e parë, Sultana e Qafës, simbol i rezistencës për liri, në gazetën Hëna e Re, gazetë fetare që dilte në Shkup. Pasaj për me failat, për aktivitetin e ballit kombëtar, edhe aty kam shkruar një novelë, se si ka ardhur deri te... Arriti të botohet ajo novelë? Po, te vrasja e Mefailit, njësoj si e Bajram Currit, kur e rrethoni. Për Kalozhdanin, se ne duhet t'i harrojmë këta. Është Nezir Koxha, një figurë mjaft e zgjuar edhe luftarake. Të flasim edhe pak për temat e librit Një zë për te Xixës. Nëse keni të shoni diçka. Po këtu kom përfshi unë edhe tema nga etnografia. Janë të lidhura me krijimet që jam marrë në formë studimore me këngët popullore të rrethimit së Kërçovës. Këngët polifonike që janë të veçanta nga gjitha trevat shqiptare.
përkojnë me të jugut, po janë përsëri të veçanta. Kam shkruar për lojrat popullore, bestytni popullore, fjalët e rralla që i ka vetëm Kërçova, ose ndryshe mund të themi fjalë të moçme. Dhe në kapitullin e fundit keni edhe pjesën e publicistikës, të materialeve që i keni botuar në shtypin e kohës. Po, i kam përmbledh, për shkak se kam botuar në revistën Jeta e Re, në revistën Fjala, Gjurmime Albanologjike, në revistën Jehona në Shkup, një revistë tjetër Dorontina, pastaj në Flaka e Llazërimit, një revistë tjetër Shqyrtime Albanologjike, edhe aty kam botuar. Edhe kam marrë pjesë në shoqatën Etno-Alp. Libri juaj i dytë titullohet Kërkime etnografike nga regioni i Kërçovës. Çfarë në esencë përmban ky libër? Pas botimit të librit të parë, drejtori i Institutit të Trashëgimisë Kulturore të shqiptarëve në Maqedoni, zoti Skënder Hasani, e kishte lexuar dhe më bëri një kërkesë për një libër tjetër me materiale nga fusha e folklorit, e trashëgimisë. Unë materiale kisha dhe bile u reka në disa tema të cilat nuk i kanë trajtuar autorë të tjerë, siç është puna e mullive të Gurit, që si që dim ne sot janë të rënuara, të shkatëruara dhe të harruara, prandaj i kam bërë vrojtime rreth gjurmëve të tyre, të cilët sado kudo desha që ti shënoj, ti evidentoj, bile edhe kam shkruar edhe anën teorike, se si kanë punuar, funksionuar si fabrika base primitive, po shumë të rëndësishme për kohën. Aty kam përfshi shumë fshatra, shumë mulli, të cilët të shtin rrallë janë humbur, se ka pas edhe mulli sezonal atëherë, që kanë punu vetëm dimrit. Në mungesë të dritrave, njerëzit kanë qenë të varur. Një pjesë e veçantë i kushtohet edhe veshjes tradicionale të rrethit të Kërçovës, kostumografisë së vjetër. Po, edhe veshja tradicionale e Kërçovës është e veçantë nga të gjitha krahinat, Së bashku me këngët polifonike. ashtu si që në këngët, vallet, veshja, edhe pse ka pak kapsuar ndryshime. Do t'i sa me, për fund, çka mund të presim në të ardhmen? Do të vazhdoni me krijim të ri? Mund të presim ndonjë botim të ri? Çdo gjë varet nga frymëzimi, po edhe me atë sa kam punuar, unë jam i kënaqur dhe e ndjej veten të plotësuar. Së paku se kam lënë gjurmë nga jeta. Unë për fund ju uroj shëndet dhe suksese gjatë periudhës që vjen. Ju falenderoj për kohën që ndatë jeni pjesë e emisionit Ritmi i Ditës. Ishte kënaqësi.